Fillojmë konferencën për shtyp të zakonshme një ditë para ndeshjes Egnatia Tirana, do të luhet nesër në orën 18 për më shumë profesor Tetova është gati. Përshëndetje. Tetova, si e prisni ndeshjen me Tiranën? A keni dëmtime për këtë ndeshje apo të pezulluar? Koha shkurtër, normalisht, kështu kanë qenë ndeshje të ngjeshura. Dëmtimet janë po ato, Malota, Andreca dhe Aleksi, i shtohet dhe 2 luftem me kartona, kështu që janë këto 4 mungesat për ditën e nesërme. Tirana është skuadra më e titulluar e Shqipërisë, por tani lufton për mbijetesë. Nga cili këndvështrim e vlerësoni ju para përballjes së nesërme në kampionat? Është vërtet, Tirana është në një moment jo të mirë, siç është tani. Fokusi im kryesor është tek ekipi im, atë çka duhet të bëjmë neve nesër në fushën e lojës. Në ndeshjet e fundit Egnatia po has vështirësi me ekipet që luajnë për mbijetesë. Pse po ndodh kjo? Nuk besoj po has vështirësi, luhatjet e mungesave, siç e dim, kemi pas shumë luhatje mungesash po themi këto 3 ndeshjet e fundit, gjë që është ndje, por megjithatë mendojmë që do gjejmë ritmin e duhur për ta kapërcyer. Por Egnatia puson gole para e ka shumë të vështirë ta përmbys ndeshjen. Çfarë i mungon për ta bërë këtë? Mendoj që ne kemi paktën këtë sezon jo, se s'kemi qenë shumë herë në disavantazh, por në momentet që e vitit kaluam kemi pas po themi kemi kthyer rezultatin, por siç e thash, nëse do t'i referohemi ndeshjes së Laçit, të cilën e barazuam shpejt, forcat, të cilat ishin nga stori, nuk ishin të shumta, kështu që ne ndetëm brenda atij ritmi për të marrë barazinë. Kreun e Superiores e ndajnë 3 skuadra që janë shumë afër njëra tjetrës. Sa komoditet ju japin 3 pikët avans ndaj Dinamo City dhe Vllaznis? Mendoj që është shpejt, komoditet kemi, por nuk është komoditet që mund zjasë, sepse një ndeshje është, por mendoj që deri në fund do të ketë rokada për këtë. A do t'ja dalë Egnatia që të hyjë në Final Four me petkun e kryesueses pas 4 fazave të kampionatit? Mendoj që përdesa grupin nuk e kam plot akoma, mendoj edhe me kontingjentin që kemi aktualisht, mendoj që rekuperimet do të jenë paktën do të jenë kohë. Mendoj që do të jemi një shtysë shumë e madhe për Kreun dhe për ty si triumfues ose po themi si mbrojtës i atij trofeu në Final Four. Faleminderit. Faleminderit.